Ky shi është për bereqet. Kështu e nis fjalimin e tij në mbylljen e fushatës në Çajër. Mes shiut e fishekzjarëve, kandidati për kryetar të kësaj komune nga radhët e Vlen, Izet Megjiti. Me smira banorëve që zëri zente stadiumi, Megjiti nisi fjalën e tij me një falënderim të veçantë, gjersa rikujtoi punët e bëra në Çajër. Në cilin do skaj të Çajirit që të esni flet puna jon, flasin makineri që punojnë në Çajirin ton. Prandaj, gjithçka që mund të them unë se çfarë jemi duke bërë për Çajirin ton, do të jenë sigurisht më pak në krahasim me atë çfarë po ndodh si ndryshim real në Çajir. Nuk do të flas as për 10 miliona euro investime që kemi sjellë në Çajir, as për shkollat e qerdhet e reja, as për sheshin e ri në Qarshi, as për kampusin universitar. Unë jam sonte këtu para jush, që vetëm t'ju them faleminderit. Në fjalën e tij, Megjiti pati një mesazh për kundërshtarët politik, e kërkoi mobilizim të mbështetësve të tij për ditën e diel. Më 19 tetor, disa nga ata do t'i dërgojmë në pension politik, ndërsa disa në histori. Prandaj, shumë të dashur Çajiras të mi, fitoria jonë në Çajir ka të bëjë me nderin e Çajirit, sepse unë nuk jam në garë me bujarin, por me Ali Ahmetin e Zajazit. Neve dhe fitoren në ndajnë vetëm edhe 2 ditë. Dhe këto 2 ditë mjaftojnë që ju të gjithë, familjet tuaja dhe gjithë shoqëria juaj të bisedoni me secilin që e keni të afërt dhe t'ia kujtoni këto mesazhe, se kjo betejë është për të ardhmen e fëmijëve tonë, të rijve tonë, të prindërve tonë e pleqve tonë. Të njëjtën kërkesë pati edhe bardhësi i listës për Këshillin Komunal, Muhamet Murtezi. Dëshmia më e mirë do të jetë dita e diel dhe mbrëmja asaj dite kur ne do të dëshmojmë fitoren e thellë të Vlenit dhe zgjedhjen e Izet Megjitit si kryetar të Çajirit. Megjithatë, ne nuk jemi në fund. I kemi edhe 3 ditë para nesh. Jemi në minutat shtesë. Ju ftoj për energji më të madhe. Ju ftoj edhe për një mobilizim. Ta japim goditjen e fundit në mënyrë që fitoria jonë të jetë spektakolare. Zgjedhjet lokale në Maqedoni mbahen të dielën. Voto numrin 7.